Unë jam Liridon Latifi, jam lojtar i Shkëndijës. Unë jam Endrit Krasniqi, jam lojtar i Shkëndijës. Ndjenje mirë, është ndjenje mirë. Realisht që të kthejem, unë sidomos që 11 vite larg Prishtinës, larg stadionit, ku para 11 viteve kum pas ndeshjen e fundit këtu në stadionin Fadil Vokri dhe po ndjena mirë. Po edhe për mua ndjenjë shumë e mirë, ndjenjë e veçantë, sepse është një stadion ku kam fituar gjithçka. Kështu që normal që e shijon dhe e ndjenjën që s'mundesh me përshkruaj. Po mendoj që normal, çdo sen i mirë ti mbet kujtim, edhe mu mbesin tituj që kemi fituar, kështu që ajo mund të them. Po edhe për mua, senet kryesore në futboll janë titujt kampion, edhe unë kom pas nderin që mu bo 2 herë kampion me Prishtinën në vitet e mia kur isha si i ri, si 18 vjeçar në 19 vjeçar, ato janë ndjenjat edhe momentet më të mira, më të them, në këtë stadion. Po besoj që pritshmëritë tona janë që të fitojmë ndeshjen dhe shpresojmë që të ndodhë ashtu, por sado që do të ketë shumë vështirësi dhe presim fitoren. Normalisht që na do të futemi në fushë për fitore, edhe ajo nuk diskutohet, duke mos e nënçmuar kundërshtarin në asnjë moment, sepse Drita ka një skuadër shumë të mirë dhe shumë kualitative. Ne do ta bëjmë maksimumin ashtu siç edhe jemi stërvitur gjatë këtyre ditëve që të futemi në fushë edhe të bëjmë më të mirën, pastaj në fushë aty do të dihet se kush është fituesi. Unë mendoj që çdo sezon, çdo kapitull në jetë atëherë është një provojë e re, atëherë unë ku marr si mësim dhe besoj që a kam qenë më i pagune apo jo, unë nuk e di se na futbollistat zakonisht nuk kemi qef me diskutu puna rrogave, por është një vlerësim ndaj meje dhe jam shumë i lumtur që e kum pas atë periudhë gjatë kohës time. Nuk e di, po tash unë e kum pa që u bo një buj këgja e madhe, po besoj që çdo njani prej neve nuk lidhet se sa pare i ki apo çfarë jetë e bën, se në lidhe me ushqimin. Besoj që atë ditë isha në qefer me hangër që baba dhe e hangra, kështu që ashtu ishte historia. Normalisht i ndjeki gjithmonë ekipet e Kosovës, edhe normalisht jam i gëzuar që futbolli i Kosovës ka ecë shumë përpara, edhe shpresoj që të shkon edhe më lart, po që sukseset që i kanë bërë ekipet kosovare janë mjaftuar shumë mirë për këto vitet e fundit, sepse kanë arritë që duke marrë parasysh Ballkanin që u fut 2 herë në grupet e Conference Ligës, tash edhe Drita, mendoj që kanë bërë këgja hapa të mirë për futbollin e Kosovës. Çdo ligë ku luajnë shqiptarë dhe ku jetojnë shqiptarët, atëherë çdo shqiptar është i gëzuar për suksesin e ekipes tjetër shqiptare. Kupton, tash për shembull këtë vit jem 2 ekipe shqiptare. Edhe ne, edhe Drita, pas kësaj ndeshje, të dyat i dëshirojmë sukses njëna tjetër, sa kupton. Po në këtë ndeshje dihet se secila don maksimumin e saj. Mendoj se dyat kanë shumë kualitet, edhe mendoj se do të jetë një punë fati, sepse kanë kundërshtar të vështirë. Edhe në lojën e parë që do ta luajnë, po edhe nëse kalojnë në lojën e parë edhe për lojën e dytë kanë kundërshtar mjaft vështirë, po shpresoj që ta kenë fatin, se kanë futbolli don shumë fat, edhe nëse ata do të kenë pak fat, mendoj që mund të arrijnë aty ku dëshirojnë. Unë dëshira ime është që të dyja të futen botror, por sado që të dyshojmë ose të bëjmë diçka, atëherë ne nuk jemi ata që mund të ndikojmë. Janë personat që duhet të udhëheqin ekipen, janë lojtarët, por shpresoj që nga ana jonë gjithë sportistëve e kanë një mbështetje maksimale të dy kombëtarët. Personalisht më prit shumë ngrohtë në Tetov, një qytet shumë i flak për futbollin, edhe jam i lumtur që vitin e parë timin kena arritur që shpallemi kampion. Edhe vitin e parë timin, domethënë më njëherë pas vitit që jemi shpall kampion, kena arritur që të futemi në grupe, që Shkëndija ka kërkuar me vite këtë sukses dhe më në fund e arritëm, edhe jena shumë të lumtur gjithë si skuadër, po edhe gjithë qyteti, sepse mendoj që qyteti të Tetovës jeton për futbollin. Sa për mua është viti i dytë kë,
Kam qenë një herë një vit më herët, por atmosfera, gjithçka rreth atij qytetit është shumë e ngrohtë dhe mendoj që gjithë ata shqiptarë që jetojnë aty, jetojnë për Shkëndijën, jetojnë për ballistat. Po pas një probleme që e kom pas familje, më është dashur më largu vitin e kaluar, domethënë që një vit. Tash më kthy përsëri dhe po ndihem shumë mirë. Po ndihem shumë mirë, sikur mos më largu fare, kështu që fati deshti që të hyjmë edhe në ligën e konferencës dhe shpresojmë që me vazhdu me pas sa më shumë sukses. Unë mendoj që Shkendi mundet më mbledh me gjithçka, me korrektësi, me mirëpritje dhe me gjithçka që një lojtar i pret në një klub jashtë vendit, atëherë të Shkendia ekziston gjitha këto gjanat që një lojtar i ka nevojë. Po, realisht është e vërtetë, sepse unë kom luajtur edhe në shtetet jashtë domethënë Kosovës, Shqipënisë, dhe mendoj që Shkëndia ka shumë përmasa të mira që kanë domethënë mund me t'jap kualitet realisht për me ngrit nivelin tënë. Jo vetëm mu, po mendoj që edhe ndonjë tri që ti merr kont shumë mirë prej Shkëndijës dhe të mërrin nivele shumë më lart. Mendoj që sa i përket mutit keq, mendoj se mund të ketë ndonjë minus të tifozat, por asësit që të ndalet festa e dy klubeve shqiptare, edhe data 28 nëntor që do t'jetë nesër, domethënë nesërmën e lojës, mendoj që do t'jetë si një lloj kur do bashkohen gjitha bashkë, mendoj që do t'jetë një festë e mirë, një festë e madhe dhe le të festojnë shqiptarë. Unë mendoj që të paktën duhet të shpresojmë për një kohë më të mirë, një kushte pak më të mira, sepse gjithmonë sa herë ka pas diçka shumë të rëndësishme për popullin shqiptar, atëherë gjithmonë janë shfaq vështirësitë, por besoj që do të ketë shumë tifoz dhe do të jetë një festë në tribuna për dy palët ekipet.